kësaj dite, ku zoti Rama qartësisht u kërkoi vartësve të tij, duke filluar nga ministrat, deputetët dhe pastaj hierarkia tjetër poshtë tyre, të jenë shumë aktiv për të kundërvënë protestës me publikime që sipas tij të përfshin informacionin e vërtetë për të thënë qytetarëve se çfarë është bërë në Shqipëri. Dhe në këtë rast pamë që nga e hëna këtej ka filluar le të themi intensifikim i luftës online. Protesta përballja nuk zhvillohet më mes protestuesve dhe policisë, e cila të përdori siç në rastin e protestave të Partisë Demokratike më herët, jo makinat me ujë, jo gazi përcjellës, jo me mjetet e tjera, por është duke zhvilluar tashmë me postimet. Kush të podat palën tjetër. Kush të marrë vëmendjen dhe dukshmërinë në rrjetet sociale. Po, dukshmërinë thënë më